Sa vite më parë, ata që ishin më të guximshëm nga ne të rinjt, merrnin çantat në shtëpinë edhe niseshin në emigrim. Herë në mënyrë të ligjshme e herë në mënyrë të paligjshme. Pa e ditur se çfarë pune do u takonte që të bënin, e ndonjëherë pa e ditur as gjuhën e vendit ku do shkonin. Po sot në 2025-ën, a e dini kush janë më të guximshmit? Çfarë është më e guximshme, më thoni ju, të ikësh apo të rrish në këtë vend? Të rrish në vendin më të korruptuar, më të varfër, edhe më të vjedhur, më të padrejtë të Evropës. Kush do më shumë guxim? Më thoni ju. Duhet besosh shumë, e duhet ke shumë guxime kur ajo që të rish në Shqipëri, që të vendosësh që të rish në Shqipëri. Duhet ke shumë besim tek njerëz si ju që jeni sot në protest, shumë besim te bashkëmoshatarët e tu, se një ditë të gjithë ne që punojmë me djersën tonë, të gjithë ne do të bëhemi bashkë e do t'i shporrim një herë e mirë këta politikanë që janë thinjur duke i pirë gjakun shqiptarëve. Si thoni ju, është më e vështirë të ikësh apo të rish në një vend ku nuk ka ngelur më shkollë, nuk ka ngelur më rrugë, spital, jetimore pa u vjedhur? Si thoni ju, është më vështirë të ikësh apo të rish në vendin ku universitetet janë boshatisur, ku tarifat janë 2 herë, 3 herë më shtrenjta se në Evropë, edhe cilësia shumë herë më ulët, ku e vetmja punë që na premtohet ne të rinjve është o kamarier, o operator call centeri, ose puna sezonale. E ju a them unë, e dini sa e thjeshtë është kapësh një bilet avioni larg, edhe je pra një shteti social, një shtet ku ke meritokraci, ku ke drejtësi, ku ke shërbime, është një bilet avioni larg. Një bilet avioni larg, një vendi ku taksat e punës që ti ke, të kthehen në shërbime, e nuk shkojnë për të paguar lavazhe 3 herë në javë të makinës Belinda Ballukut për mijëra euro. Një bilet avioni larg, edhe ja ku je, ke spital publik që nuk është një sken horrori. Një sken horrori sepse tendrat publik të spitaleve janë vjedhur e kështu spitalet tona rënohen, ndërkohë që spitalet private të Allajbeut çdo ditë edhe lulëzojnë. E mos harroni që ne të rinjt kur punojmë, nuk punojmë vetëm për veten tonë. Punojmë sepse mendojmë gjithmonë po me prindrit tanë ç'do bëhet. E kur prindrit tanë të dalin në pensionen mos kenë më fuqi, do vide koha që ne do duhet të ndërtojmë familje, të paguajmë shtëpi, shpenzimet do rriten, shkolla, gjithë to. Po si do bëhen gjithë to shpenzime? Më thoni ju, gjithë to arsye për të ikur, e çfarë po bëjmë ende këtu? Çfarë po bëjmë kur prindrit tanë na thonë vraponi mos ju zër mizeria për pensione 100.000 lekë, që të ziheni të robërojeni në punë pa të drejta në punë, që të ziheni të robërojeni duke shkuar dyrëve të spitaleve publike. E po ne në lëvizjen bashkë, ne mendojmë që ne duhet të qëndrojmë edhe ata duhet të ikin. Duhet të shporen një herë e mirë. E kur të ikin, të mos harrojnë të kthejnë mbrapsht gjithë që kanë marrë në 35 vite. 35 vite plaçkitje dhe zhvatje. Ne në lëvizjen bashkë besojmë fort. E unë prandaj jam kthyer e vazhdoj të qëndroj, vetëm fal besimit që kam tek njerëz si ju e tek shoqet e shokët e lëvizjes bashk, që bëjnë gjithë çka munden që lëvizja bashk një ditë të jetë aq e madhe dhe aq e fortë sa të sjellim në realitet atë vizion. E të mos na ndajmë një bilet avioni, po çdo gjë jetë këtu, në vendin tonë. E një mesazh kam, pa u zgjatur shumë për gjithë shoqet e shokët e mi. I ftoj që të gjejnë forcën të qëndrojnë. I ftoj që të gjejnë forcën të bëhen pjesë e lëvizjes bashk, sepse ne kemi qenë dhe do të jemi e vetmja lëvizje që jep shpresë të rinjve për të qëndruar në vendin e tyre. Faleminderit shumë.